Dy mjek të spitalit të Vushtrisë, Ekrem Sejfiu dhe Valdet Regjepi, kanë përfunduar në prangat e policisë të mërkurën në ndyshime për marrje rishvete. Arrestimi i tyre u konfirmua dhe nga prokuria themelore e Mitrovicës, e cila njoftoi se dy të arrestuarit dyshohet se kanë kërkuar dhe pranuar para nga qytetarët në këmbim të ofrimeve të shërbimeve shëndetësore. Sipas prokurisë, hetimet fillestare tregojnë se Ekrem Sejfiu dyshohet të jeti përfshirë në 3 raste të marrjes së rishvetit, ndërsa Valdet Regjepi në 5 raste të tilla. Me urdhër të prokurorit, dy të dyshuarve i është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh, ndërsa autoritetet kanë paralajmëruar se brenda afatit ligjor do të kërkohet caktimi i masës së sigurisë. Megjithatë, përfshirja e dy mjekteve në hetim për korrupsion nuk është e re. Gazeta Nacionale ka mësuar se kirurgu Valdet Regjepi ishte i dënuar edhe më parë për marrje rishvete. Në vitin 2017, gjykata themelore në Mitrovicë e kishte shpallur fajtor për 2 raste të ndara të marrjes së parave nga pacientët dhe familjarët të tyre, duke e dënuar me 6 muaj burg efektiv. Sipas aktakuzës së asaj kohe, Regjepi në cilësinë e kirurgut në Spitalin Rajonal Dr. Sami Haxhibeqiri kishte kërkuar dhe pranuar përfitime materiale për të kryer shërbime që hynin në kuadër të detyrës së tij zyrtare. Në njërin rast, ai akuzohej se kishte marrë 150 euro për operimin e një pacientje, ndërsa në rastin tjetër 100 euro për kryerjen e një shërbimi mjekësor ndaj një pacientje tjetër. Edhe emri i Ekrem Sejfiut ishte përmendur më herët në një rast të ngjashëm. Sipas aktakuzës së ngritur në vitin 2022, ai dyshohet se kishte marrë 140 euro nga familjarët e një pacientje me arsyetimin se paratë do të shërbenin për blerjen e pajisjeve mjekësore të nevojshme për operim. Prokuria kishte deklaruar se pretendimet mbështeteshin edhe nga video incizimet të siguruara gjatë hetimeve. Tash të dy mjekët janë sërish në hetime për dyshime të reja për marrje rishvete, duke rikthyer në vëmendje akuzat e vazhdueshme për korrupsion në sistemin shëndetësor.